Punimet për vazhdimin e rikonstruimit të bulevardit Vëllezër Gjinovski në Gostivar kanë nisur sot, duke shënuar një tjetër fazë të rëndësishme në përmirësimin e infrastrukturës rrugore në qytet. Bëhet fjalë për ndërhyrjen në krahun e majtë të bulevardit në segmentin nga hyrja e qytetit, konkretisht nga rreth-rrotullimi në kryqëzimin me rrugën Sede Kostovski deri te kryqëzimi me rrugën Shumatovska. Ky aks konsiderohet një nga më të frekuentuarit në qytet, prandaj edhe ndërhyrja në të pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë në lehtësimin e qarkullimit. Nga komuna njoftojnë se gjatë zhvillimit të punimeve, trafiku do të zhvillohet në regjim të reduktuar, çka mund të shkaktojë ngarkesë dhe vonesë të përkohshme. Autoritetet do bëjnë apel qytetarëve dhe drejtuesve të automjeteve që të respektojnë sinjalizimin e vendosur përkohësisht dhe të përdorin rrugët alternative me qëllim shmangjen e bllokimeve dhe rritjen e sigurisë në komunikacion. Ky projekt është pjesë e përpjekjeve më të gjera për modernizimin e rrjetit rrugor në Gostivar, me synim përmirësimin e kushteve të lëvizjes për qytetarët dhe rritjen e standardeve të sigurisë. Përfaqësuesit e komunës kërkojnë mirëkuptim nga qytetarët gjatë kësaj periudhe, duke theksuar se punimet janë në funksion të krijimit të një infrastrukture më funksionale dhe më të qëndrueshme për të gjithë.